Nxënësit e shkollave të mesme në Gjakov në një aktivitet organizuar nga Kryqi i Kuq në Gjakov sprovuan veten në garat e ndihmës së parë. Kryetaria e Kryqit të Kuq në Gjakov, Arta Hesimja, tregoi arsyeën e kësaj gare. Sot jemi mbledh për të zhvilluar garat e ndihmës së parë, e cila është edhe një nga programet e Kryqit të Kuq. Janë mbledhur këtu sot të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Gjakovës. E këto janë Shkolla Mesme Gjon Nikol Kazazi, Shkolla Mesme Mehmet Akif, Shkolla Mesme Kadri Kusari, Shkolla Mesme Hajdar Dushi, Shkolla Mesme Hysni Zajmi dhe Shkolla Mesme Nejmedin Nixha. Të gjithë ju besoj jeni mundu që të arrini në mënyrë sa më të suksesshme ato detyrat që ju janë parashtru. Unë ju dëshiroj të gjithëve suksese, edhe fitusi i juj do të na përfaqësoj në gara tjera rajonale. Ky aktivitet ju pëlqeu shumë pjesëmarrësve të cilët nuk nguruan të shprehin edhe dëshirën e tyre për të fituar. Atëherë na kemi për shkollës Nejmedin Nixha, kem rrodha e parë, aktiviteti ka shkuar shumë mirë, jemi mundu më të mirën tonë, kështu që Cilin roli kishin me këtë? Unë kam qenë ndihmës, domethënë e kena kështu kontrollu pulsin, kena kështu pacientin nëse është në gjendje dhe muçu. A e të me sukses? Besoj që po, në rregull kanë. A shihni edhe vetën në fitore? Po, kisha pas që me pas edhe më shumë gara, që të qese i na kënaq shumë, kanë shumë mirë. Aktiviteti është shumë mirë, dhe vlerësoj shumë mirë se na kanë mësuar për shembull të shmëthir ambulantën kur e shohim një rast ndryshëm në rrugë ose diku tjetër. Se këto gara janë të rëndësishme për të gjithë nxënësit, e tha dhe instruktori i ndihmës së parë, Jan Zajmi. Ky është një aktivitet shumë i mirë, sidomos për rinin tonë, që realisht rinin tonë e kena shumë të mirë, përveç faktit që kanë qenë shumë aktiv, shumë kulturun dhe kanë marrë pjesë në çdo aktivitet të mundshëm për përgatitjen e tyre për këto gara. Këto gara ne i mbajmë mirë simbolike çdo vit, janë gara që mbahen mes shkollave të mesme, pastaj janë rajonale dhe republikane. Kështu që janë shumë të mira për arsye se edhe vetë rinia vetëdijsohet që është e rëndësishme që ta ndihmojnë njëri tjetrin, të japin ndihmë njëri tjetrit, humanizmi që është mbi të gjitha. Garat kishin karakter garues ku pjesëmarrës ishin nxënësit e shkollave Gjon Nikol Kazazi, Mehmet Akifi, Kadri Kusari, Hajdar Dushi, Hysni Zajmi dhe Nejmedin Nixha, ndërsa fitues dolën nxënësit e shkollës Gjon Nikol Kazazi, të cilët do të vazhdojnë tutje konkurrencën në garat rajonale.